demonstruan të drejtën e votës së tyre? Procesi ka shku mirë, mjaft mirë më thonë. Deri më tani kanë votu rreth 400 votues. Numri total që duhet votojnë ditën e sotme është 4084. Kështu që është një numër i konsiderueshëm edhe deri tani. Jemi që orët e para, domethënë mund shtohet të numri. Jemi të kënaqur, probleme nuk ka. So, pam disa qytetarë cilët nuk e gjetën emrin e tyre dhe nga një shkollë deshen të shkojnë të një shkollë tjetër. Pse ndodhi kjo? Kjo ndodhi sepse mungon edhe tavolina e informimit edhe i ka ndru vend banimet edhe ashtu u ndru edhe vend votimi. Sot vështirë për keni që ta menaxhoni vetë këtë qendër? Po, është pak vështirë sepse edhe punëtor teknik që kanë qenë sot menaxhim të shkollës, lajmëruar më herët, janë larguar nga listat, kështu që na si menaxherëve duhet të menaxhojmë sot shkollën. Edhe pse punëtor teknik kanë shprehë gatishmëri që dalin në mënyrë vullnetare, gjë që është shumë i vërtetë që në shkollë kanë prezant punëtorin teknik për të ndihmuar. Faleminderit shumë.